Tragjike, ja coptoi trupin brenda në blender tek shikonte video në YouTube, burri vret në mënyrë makabre gruan e tij. Burri I një ish finaliste të Miss Zvicrës është akuzuar për vrasjen makabre të gruas së tij, të cilën e mbyti, I preu kokën dhe coptoi trupin në një blender ndërsa shikonte video në YouTube. Akuzat u ngritën pas përfundimit të hetimit penal për vdekjen e 38 vjeçares Kristina Joksimović, ndërsa data e gjyqit ende nuk është caktuar. Sipas hetuesve, I dyshuar identifikuar vetëm si Thomas për shkak të ligjeve të privatësisë pranoi se kishte mbytur Kristinën, trupi së cilës u gjeti shpërfytyruar në shkurt të vitit të kaluar. Autopsia zbuloi se ai kishte përdorur bashkim pjesësh figurë thik dhe gërshërkopshti për të cuptuar trupin, ndërsa pjesë të trupit I kishte bërë pure në një blender dore dhe I kishte tretur në një tretësirë kimike. Sipas mediave, mbetjet u zbuluan nga babai I viktimës, I cili vuri re flok bjonde që dilnin nga një qese e zezë në lavanteri. Ai kishte kaluar orë të tëra në shtëpi pa e kuptuar se vajza e tij ishte vrarë. Hetimet tregojnë se Thomas po shikonte video në YouTube në telefonin e tij ndërsa po coptonte trupin e nënës së 2 fëmijëve. Ai gjithashtu ka refuzuar t'u jap autoriteteve akses të plot në telefonin e koduar që dyshohet se përmban prova të tjera. Gjykatës ju raportua se ai kishte hequr me kujdes mitrën e Kristinës si vetmi organ I larguar nga trupi, një veprim që sipas gjykatës mund të tregoj çrregullim mendor. Thomas u arrestua një ditë pas zbulimit të trupit. Ai pretendoi se e ka kryer vrasjen në panik, duke thënë se gruaja e sulmoi me thik, por një raport mjeko-ligjor e kundërshton versionin e tij të vetmbrojtjes. Sipas policisë, ai tregoi mungesë të plotë empatie dhe gjakftotësie dhe u përpoq të fshihte gjurmët e krimit. Kristina, me origjinë serbe, ishte modele dhe trajnere pasarelash. Ajo kishte fituar titullin Miss Northwest në Zvicër dhe kishte qenë finaliste në garën kombëtare të vitit 2008. Të afërm dhe miq thanë se marrëdhënia e çiftit kishte qenë në krizë për muaj me radhë, ndërsa policia ishte thirrur më parë për raste të dhunës në familje. Vetëm pak javë para tragjedisë, Kristina kishte postuar në Instagram foto nga një aratisje çifti me bashkëshortin dhe fëmijët.